Polemikat pas përfundimit të Big Brother VIP Albania vazhdojnë, ndërsa ish-banori Ilir Vrenozi ka bërë deklarata të forta për një konflikt me Mirin. Në një intervistë për Top News, Vrenozi tregoi se mes tyre ka pasur një përplasje të ashpër, e cila sipas tij ka përfshirë edhe kërcënime. Ai pretendon se pas finales, Miri ka shfaqur sjellje provokuese dhe më pas e ka kërcënuar gjatë një debati të drejtpërdrejtë, çka ka bërë që situata të tensionohet deri në ndërhyrjen e truprojave. Sipas Vrenozit, konflikti lidhet edhe me qëndrimet e tij gjatë lojës, veçanërisht për mbështetjen ndaj Selin, të cilën ai e konsideronte si fituese të mundshme. Ai akuzon Mirin se ka kërkuar llogari për këtë mbështetje dhe se nuk ka pranuar kritikat për strategjinë e tij në lojë. Vrenozi shtoi gjithashtu se Miri ka ndikuar në rrjedhën e lojës, duke mbështetur disa konkurrentë të tjerë. Deklaratat e Vrenozit tregojnë për tensione të vazhdueshme mes ish-banorëve, edhe pas përfundimit të spektaklit, duke mbajtur ende të ndezur debatet rreth asaj që ndodhi brenda dhe jashtë shtëpisë.